që në datën 19 kanë paraqitur një kërkesë për një proces pyetje përgjigje këtu me Ministrin e Shëndetësisë edhe Mirëqenies Sociale. Natyrisht jam referuar një çështje të caktuar për cilën kam folur disa herë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ajo që ka të bëjë për mos funksionimin e një qendre shëndetësore në njësinë numër 5 në zonën e Irfan Tominit, dhe mendoja që ishte momenti i dur për të marrë një përgjigje më në fund pas 3-4 muajsh nga ngritja e këtij shqetësimi apo krijimi i këtij shqetësimi në komunitet. Jemi në mes apo në pikë të themi më mirë të periudhës së gripit dhe natyrisht mira njerëz atje në atë njësi, edhe në atë zonë, nuk marrin dot shërbim shëndetësor në kohë dhe në kushte optimale për shëndetin e tyre. Që do të thotë që kërkesën për pyetje kanë paraqitur në datën 19 janar. Sot jemi në datën 3 shkurt. Po lëmë njëmë faktin që rregulloria ka 5 nene për 3 lloje, 4 lloje të ndryshme pyetjesh. Dhe që nuk e gjen dot në asnjë rast se kur mund ta marrësh përgjigjen. Fillon me 1 javë dhe mbaron me 3 javë pritje. Ndërkohë që ata njerëz atje prej 4 muajsh janë në nevojë. Mendoja që duhet ishte edhe shqetësim i vet Ministrit të Shëndetësisë për të ardhur për të thyer një përgjigje pikërisht për këtë gjë. Sa mparti dhe mundur. Sa mparti dhe mundur. Dhe po ja u them, çdo mënyrë tjetër e marrjes së përgjigjes është e zauruar. Dhe natyrisht unë nuk pres përgjigje këtu në sallën e Kuvendit, që ja se po dua ta shikojmë se kështu se ashtu e tjerë me radhë. Se po hym në muajin e 5 me shërbim shëndetësor të kufizuar për edhe njerëz atje më ata. Po përgjigje shumë qartë kur kthehet qendra shëndetësore në zonën e Irfan Tominit.